E ftuar në një studio televizive, Monika Kryemadhi foli për premierën e filmit Me Fat, në të cilin bën pjesë edhe ish deputetja. Gjatë bisedës, Kryemadhi pati një debat me aktoren Ema Andrea, e cila u shpreh se artisti nuk duhet të konsiderohet kacide nga politikanët. Pjesë nga debati. Ema Andrea: nuk jemi kacide. Monika Kryemadhi: nëse nuk je kacide, atëherë mos e bëj veten kacide. Ema Andrea: kush ta bëj jetën kacide? Do haj buka i? Monika Kryemadhi: ai që shitet, pse revoltohesh? Ti revoltohesh sepse she artist që e shesin veten si kacide. Ema Andrea: ka edhe politikan që e shesin veten si kacide. Ka politikan kacide sa të duash. Monika Kryemadhi: të gjithë janë kacide. Ema Andrea: e po, ne nuk jemi. Monika Kryemadhi: atëherë revoltohu, mos ri vetëm. Zgjeroje rrethin, prano të tjerët që nuk pranojnë të jenë kacide. Ema Andrea: aman Monika, të flasim për filmin, se zgjeroje rrethin është muhabet tjetër që e flasim kur të dalim jashtë. Monika Kryemadhi: unë po flas për filmin, ti më thua mua nuk jemi kacide. Ti që mos të jesh kacide, duhet të jesh me njerëz që nuk janë të tillë. Pse të vjen politikani dhe ta konsideron kacide aktorin? Ema Andrea: sepse ashtu është ligji. Është ligji, Monika, ligji i kacides. Monika Kryemadhi: pse nuk u ngritet ti për ligjin? Ema Andrea: kush nuk u ngrit moj Monika? Monika Kryemadhi: asnjë nuk erdhi për ligjin. Ema Andrea: u fut opozita dhe e devijoi lëvizjen. Monika Kryemadhi: e ke shumë gabim. Kush nga opozita e devijoi? Ema Andrea: jam gjallë Monika. A të flasim për filmin apo ta lëm këtë? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.